Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Tema e sotme e analizës do të jetë politika e jashtme e Kinës. Në Kinë që nga data 4 mars deri në datën 11 zhvillohen 2 sesionet dhe të premte në Pallatin e Madh të Popullit në Pekin është paraqitur raporti i diplomacisë kineze nga ministri i jashtëm Wang Yi, i cili ka bërë edhe një konferencë për shtyp në prani të gazetarëve vendas dhe të huaj, duke trajtuar politikën e jashtme të Kinës, sigurisht deri në këto momente, deri në vitin 2025, duke par edhe atë të vitit 2024 dhe objektivat e kësaj politike në vitin 2025, duke u ndalur në marrëdhëniet e Kinës sigurisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me vendet fqinje, por edhe me botën mbar, por më së shumti në kontekstin e zhvillimeve ndërkombëtare të kësaj bote që aktualisht nga të gjitha media dhe ekspertët quhet e trazuar. Dhe si janë këto objektiva, çfarë ka paraqitur ministri i jashtëm i Kinës dhe janë pikërisht këto disa pika të rëndësishme të politikës së jashtme të Kinës për vitin 2025 që do të kenë ndikimin e tyre në aktualitetin ndërkombëtar. I ftuari im i sotëm është Redion Luli, eksperti së drejtës ndërkombëtare, pedagog në Universitetin Mesdhetar të Tiranës. Redion, faleminderit që pranuat ftesën për analizë. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Ne do të ndalemi në një temë vërtet të rëndësishme me karakter geopolitik. Sigurisht që deri tani besoj se edhe juve, si një ekspert, si një pedagog, i keni ndjekur hap pas hapi të gjitha ngjarjet. Janë këto ngjarje në fakt që po konfigurojnë aleancat, marrëdhëniet midis shteteve dhe duhet thënë që pas 20 janarit, pas ardhjes në krye të shtëpisë së bardhë të presidentit Trump, kemi një geopolitik, marrëdhënie diplomatike disi ndryshe, disi atipike, do t'i quanim apo jo? Po, shumë vërtet, shumë. Dhe pikërisht ato kanë edhe kushtëzuar të gjitha vendet e tjera, kanë vënë në lëvizje Bashkimin Evropian, duke patur parasysh nën presidentin J.D. Vance dhe deklaratat e tij ballore me të gjithë krerët e vendeve të Bashkimit Evropian që i vuri në lëvizje për hir të së vërtetës, dhe kemi Kinën. Ne sot do të ndalemi në politikën e jashtme kineze, ashtu siç e thash, në vlerësimin tuaj, besoj e keni ndjekur edhe këtë raport të ministrit i jashtëm dhe konferencën për shtyp. Cilat ishin pikat qendrore të këtij raporti? Atëherë, po t'i referohemi raportit të ministrit punëve të jashtme të Kinës, zotit Wang Yi, ai bëri të qartë se Kina në vitin 2025 edhe ndoshta edhe më tej do të jetë rigoroze dhe duke respektuar më shumë parimet e multilaterizmit. Pra, madje ai vendosi theksin edhe tek rëndësia e OKB-s si një organizatë shumë e rëndësishme për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Madje gjithë raporti i tij e vendos theksin tek respektimi i drejtës ndërkombëtare, tek respektimi i interesave të gjithë shteteve, pjesë të komunitetit ndërkombëtar, duke bërë qartë që Kina nuk do të mbështetet tek prirjet hegemoniste, përkundrazi, do të përqendrohet më shumë tek një politikë e orientuar drejt bashkëpunimit të gjerë, pra një politikë e hapjes Kinës me të gjithë ato shtete që do të jenë të gatshme të bashkëpunojnë me të, u vendos theksi kryesisht edhe tek rritja e bashkëpunimit në kuadër të një platforme ose të një organizate, nëse mund të shprehemi me këto terma, edhe pse nuk i ka ato tiparet e vërteta të një organizate, që është jugu global. Sipas ministrit duhen bërë përpjekje që jugu global të rrisë, le të themi, ndikimin e saj në ekonominë botërore dhe jo vetëm. Ministri u fokusua tek disa çështje që kanë të bëjnë, le të themi, me ruajtjen e paqes në arenën ndërkombëtare, duke vënë duke faktin që shtetet ose ata që cilësojnë veten si superfuqi nuk mund dhe nuk duhet të përfitojnë në kurrizë të shteteve më të vogla, por përkundrazi kanë detyrën morale që të mbarin mbi vete disa përgjegjësi, duke u bazuar tek prevalenca e së drejtës ndërkombëtare. Madje në një moment caktuar, ministri ju referua një thënie, le të themi, të njohur të sekretarit të shtetit asaj kohe, Henry Kissinger, pra nuk ka miq të përjetshëm, por ka interesa të përjetshme. Por si antitezë, ministri u ndal tek fjala e tij dhe tha
fjalë për fjalë që Kina orientohet drejt pasjes disa miqve të përhershëm dhe interesat duhet jenë të përbashkëta. Pra, në fakt juve këto ju kanë bërë përshtypje në tërësi, sigurisht që duke qenë dhe një eksperti të drejtës ndërkombëtare, kjo ka prevaluar, por ministri i jashtëm Wang Yi sigurisht që është ndalur ashtu si dhe herët e tjera, duke thënë se qëndrimi i Kinës mbetet i pandryshuar, por gjithsesi ai është ndalur dhe tek diplomacia e kreut të shtetit. Në fakt është Kina, politika e jashtme e Kinës e ka parsore dhe gur themeli diplomacinë e kreut të shtetit dhe ai tha se do të shkruhet një kapitull i ri në politikën e jashtme kineze. Por, le ti marrim me radhë çështjet. Ai theksoi se misioni i diplomacisë kineze mbetet i pandryshuar dhe Kina do të bashkëpunojë me vendet e tjera duke mbështetur atë që është e drejtë. Por, siç e thash edhe në krye të herës, ardhja në skenën politike amerikane e presidentit Trump, deklaratat e tij lidhur me diplomacinë e Shteteve të Bashkuara, me marrëdhëniet me aleantët e deri tanishëm të Shteteve të Bashkuara, zgjidhja e konflikteve prevalente, kryesisht Ukrainë, Rusi, lindja e mesme, të cilave ai është i referuar. Përpasoj ka sjell edhe lëvizje të mëdha diplomatike. Duke i referuar qëndrimeve të diplomacisë kineze dhe këtij raporti të fundit të kreut të saj, si e komentoni ju qëndrimin e Kinës ndaj këtyre raporteve dhe ndaj këtyre risive, sepse këto janë risi në arenën gjeopolitike? Atëherë, po të referohemi thënieve të fundit, le të themi, ose deklaratave të forta, nëse mund shprehemi me këtë gjuhë, të presidentit Trump lidhur me zgjidhjen e krizës konkretisht, le të themi, në Gaza. Pra, ministri i punëve të jashtme të Kinës ka qenë i qartë, duke përcaktuar qëndrimin e fortë të qeverisë kineze se një zgjidhje e tillë me përdorimin e forcës, pra ndryshimi me forcë i statusit, le të themi, të Gazës, të cilën Kina e cilëson si pjesë territoriale të Palestinës, dhe është tetë e palëkundur në këtë qëndrim dhe do të vijojë të mbajë këtë qëndrim në të ardhmen, dëshmon se Kina nuk mbështet, le të themi, politikën e përdorimit, le të themi, të forcës ose të diktatit në përcaktimin e të ardhmeve të marrëdhënieve ndërkombëtare ose të zgjidhjes së këtyre krizave. Kina është e mendimit se një krizë e tillë në lindjen e mesme nuk do të sjellë, le të themi, paqen në të ardhmen, pra ose zgjidhja me mjete të forta, le të themi, ose me gjuhën e diktatit dhe rivendosja e popullatës të Gazës në ato vendet fqinje, duke i larguar ato nga territori, le të themi, autokton, në cilin ata kanë jetuar, është një zgjidhje që bie në kundërshtim me parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe kjo do të sjellë një kaos të ri dhe, le të themi, një situatë e tillë e nder në lindjen e mesme nuk do të sjellë paqe të qëndrueshme edhe në vijim. Pra, Kina qëndron fort tek, le të themi, pozicioni i saj që Gaza është pjesë e Palestinës dhe nuk mund të jetë ndryshe. Për sa i përket krizave të tjera në rajon që prekin pak sidomos kontinentin e vjetër, pra Europën, konflikti Rusi-Ukrainë, Kina ka bërë përpjekje, le të themi, konkrete në krahasim me disa vende të tjera, duke i referuar ka patur të dërguarin e vet atje. Patjetër, madje një ndër nismat më kryesore që e ka realizuar në kuadër të Organizatës Kombeve të Bashkuara ka qenë edhe krijimi i klubit të miqve të Ukrainës, duke, le të themi, bashkëpunuar edhe me vendet të tjera që janë pjesë e jugut global si Brazili, janë zhvilluar, le të themi, disa sesione, pashka se për hir të vërtetës ndoshta kjo nuk ka patur pjesëmarrjen e Ukrainës si palë kryesore, le të themi, e interesuar, megjithatë përpjekjet janë konkrete. Madje ministri i punëve të jashtme vuri theksin tek fakti se nëse vendet caktuara, duke u referuar ndoshta më konkretisht edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të vënë interesin vetjak përpara interesit, le të themi, të një bote multilaterale ose, le të themi, të partnerëve të tjerë që bëjnë pjesë të komunitetit ndërkombëtar ose qoftë edhe të anëtarëve të tjerë të Organizatës Kombeve të Bashkuara, atëherë ne do të shkojmë drejt një, le të themi, rendi të ri botëror që do të orientohet drejt ligjeve të xhunglës, pra një rend i pa bazuar në drejtësi dhe i pa bazuar në mbrojtjen e parimeve kryesore të së drejtës ndërkombëtare, pra tek zgjidhja paqësore e konflikteve ndërkombëtare. Kina gjithmonë ka patur qartë politikën e saj të jashtme
jashtme të mbaj një rol, le të themi, neutral, por duke kontribuar ose duke bërë shpeshherë. Patjetër, duke kryer detyrat e veta, kemi parasysh këtu misionet paqëruajtëse të Kinës që janë të shumta në të gjitha zonat e konfliktit. Megjithatë, Redi, kemi tani të bëjmë me marrëdhëniet Kinë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë kontekst të ri politik dhe sigurisht që Kina, ashtu si dhe gjithë vendet e tjera në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet ta formatojnë qëndrimin e tyre tashmë. Dhe kështu që kemi të bëjmë me një politik të re të jashtme të Shteteve të Bashkuara, e cila ka deklaruar tërheqjen nga organizata, traktate ndërkombëtare, ka deklaruar pezullimin e ndihmës së Shteteve të Bashkuara për vendet e huaja, qëndrimin e ri ndaj konfliktit të Ukrainës dhe lindjes së mesme, por edhe në planin ekonomik kemi tarifat që vendosen ndaj Kinës, BE-s, Kanadas, Meksikës e të tjera. Në mediat ndërkombëtare, duke patur parasysh gjithë këto lëvizje, si lëvizje tektonike, është aluduar nga ekspert që duke qenë se Shtetet e Bashkuara po vënë në vështirësi vende të ndryshme të botës, në rastin konkret Bashkimin Evropian, Ukrainën, dhe kjo u pa në takimin midis presidentit Trump, presidentit Zelensky, nën presidentit J.D. Vance, dhe përplasjeve që janë krijuar, është aluduar që tani Kina do ta shfrytëzojë këtë situatë për t'i afruar këto vende. Cili është komenti juaj për këtë? Atëherë, për hir të vërtetës, po të shikojmë rrjedhën e këtyre ngjarjeve ndërkombëtare gjatë 2 viteve të fundit, dëshmojnë që Kina ka qenë e aftë, le të themi, të zgjerojë disi ndikimin e saj si një shtet që është përpjekur gjithmonë të mos ndërhyjë në politikën e brendshme të shteteve që ju përmendët dhe jo vetëm në kuadër edhe të bashkëpunimeve më të gjera, siç është një brez dhe një rrugë, duke zgjatur dorën atyre vendeve që kanë patur nevojë, le të themi, të bëhen pjesë këtyre projekteve ekonomike, dhe zgjerimi, le të themi, ndikimit saj është i ndjeshëm madje edhe në lindjen e mesme në një rajon ku më përpara ndikimin kryesor kanë patur Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Britania e Madhe, Francë, ose edhe qoftë edhe Federata Ruse vitet e fundit. Pra, gjatë këtyre 2 ose 3 viteve të fundit, vihet e re që politika e jashtme kineze, por edhe qasja e saj për një bashkëpunim ose për një ekonomi, le të themi, të hapur të saj, ka dhënë frytet dhe rezultate konkrete, duke rritur kështu kredibilitetin e Kinës si një partner i besueshëm për sa i përket zhvillimit më tejshëm të marrëdhënieve ekonomike të shëndoshme të. Dhe jam mos e i bindur që Kina nuk do të qëndrojë, le të themi, në heshtje duke parë zhvillimet e fundit, le të themi, dhe ndoshta pse jo do të tentoj që të afroj nëpërmjet bashkëpunimit, duke ofruar kushte të barabarta edhe ato vende të cilat ndoshta aktualisht me këtë politikën e re, me këto zhvillimet e reja dinamike, le të themi, politikës jashtme të Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm, kanë bërë që të mërziten disi shtete caktuara që janë ndoshta edhe kufitare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo. Megjithatë, po t'i referohemi disi edhe zhvillimeve të djeshme, vihet e re që edhe Shtetet e Bashkuara, si qoftë presidenti Trump, ndoshta po reflekton disi, sepse sot kishte deklaruar që po tërhiqet për rreth një periudhë një mujore nga taksat që do të vendoset për tarifat e larta për importet që vinë nga Kanadaja ose nga Meksika. Pra, me sa duket po reflekton, duke kuptuar qartë që po i lët një terren Kinës si një superfuqi e re, le të themi, në horizont, për paktën në planin ekonomik. Në luftën e tarifave, Kina e bëri reagimin e saj, duke vendosur dhe ajo vetë tarifa, por flasim tani në çështjet politike, pastaj dhe në qëndrimet, sepse në një farë mënyrë presidenti Trump ka qenë disi paparashikueshëm me deklaratat e tij dhe gjithsesi mendoj se mbetet për tu parë. Por ajo që gjykoi edhe ka treguar edhe vetë zhvillimi i këtyre marrëdhënieve, ato vinë deri në një farë pike që duket sikur po arrin një konfrontim, por nuk ka konfrontim dhe pastaj fillon një lloj pragmatizmi nga të dy palët. Megjithatë, nëse më lejoni, sjell dhe një qasje që tani diskutohet në rrethet e atyre që cilësohen si ekspert, le të themi, autoritet në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, po sillet kohët e fundit si aktualitet kjo teza e një historiani që na vjen nga lashtësia greke, që mund cilësohet edhe si një ndër politologët e parë më të njohur, Tukididit, sipas tezës së cilit, në momentin kur shfaqet në horizont, po shfaqet një
fuqi e re, ose s'po përdor termin superfuqi, që tund pak themelet e asaj që cilësohet, le të themi, si superfuqi ekonomike dhe ushtarake për momentin, dhe që ne dim shumë mirë që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për këtë janë vetëdijshëm edhe Republika Popullore, le të themi, e Kinës. Në momentin që ndodh një fenomen i tillë, pra historia njerëzore ose njerëzimit ka dëshmuar që në të ardhmen, le të themi, do të kemi disi, nuk po të përdor termin acarim të marrëdhënieve midis këtyre superfuqive, por një luftë ndoshta hibride konvencionale midis këtyre dy superfuqive të kohës, paktën në planin ekonomik, nuk po flasim për Federatën Ruse aktualisht. Dhe vim tek konflikti në Ukrainë, konflikti në lindjen e mesme. Ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi në raportin e tij, por dhe në konferencën për shtyp bëri thirrje për zgjidhje politike. Gjithmonë Kina e ka përsëritur këtë qëndrim që të gjitha zgjidhjet do të gjenden vetëm në tryezën e bisedimeve, negociata, dhe gjithashtu ka punuar, siç e thatë edhe ju më parë, Kina në mënyrë aktive për sa i përket sidomos konfliktit në Ukrainë, për faktin që është edhe një vend fqinj, dhe kështu që vendet fqinje kanë edhe një peshë specifike krahasuar me vendet e tjera, dhe deklarata më bëri përshtypje e ministrit Wang Yi, i cili tha që konflikti, tragjedia e krizës në Ukrainë mund të ishte parandaluar. Këtë kam nënvizuar. Për sa i përket lindjes së mesme, Wang Yi e ripërsëriti qëndrimin e Kinës se Gaza i përket popullit palestinez, dhe siç e thatë edhe ju, ka qenë shumë i saktë dhe i prerë në atë lloj deklarate, ndërsa referuar planit të presidentit Trump për të marrë në kontroll Gazën dhe për të rivendosur palestinezët që jetojnë atje në vendet fqinje, ministri i jashtëm kinez deklaroi se ndryshimi i statusit të Gazës me mjete të forta nuk sjell paqe, por kaos të ri. Kemi këto dy qëndrime, pra që tragjedia e luftës në Ukrainë mund të ishte parandaluar, e para, dhe e dyta që Gaza i përket palestinezëve. Dhe këto janë deklarata shumë të qëndësishme. Nuk të lënë rast për asnjë lloj aludimi. Atëherë, për sa i përket situatës së Ukrainës, është e qartë që Kina ka qenë le të themi ato shtete anëtare të OKB-s, të cilat që në fillimet le të themi acarimit të marrëdhënieve midis Federatës Ruse dhe Ukrainës, ose ndoshta që në ditët e para të asaj që ka ndodhur në 24 shkurt vitin 2022, ka bërë përpjekjet e saja ose thirrje të forta, le të themi, komunitetit ndërkombëtar, në mënyrë që të vijë në lëvizje ai kapitulli i famshëm 7 i kartës së OKB-s, i cili bën thirrje për zgjidhje paqësore ose për përdorimin ose utilizimin e gjithë mjeteve të mundshme të zgjidhjes paqësore të konflikteve të kësaj natyre. Dhe me të drejtë, le të themi, ministri i punëve të jashtme i Kinës, zoti Wang Yi, thotë se po të kthejmë kokën pas, mund të kuptojmë se komuniteti ndërkombëtar mund të kishte qenë, le të themi, në gjendje që t'i binte të dyja palët, që këto të ulen sa më shpejt të ishte e mundur në tryezën e bisedimeve dhe t'i jep një zgjidhje paqësore. Unë e përmenda pak më lart, pra Republika Kineze, siç e thatë dhe ju, ka dërguar edhe të dërguarin e saj special, le të themi, në Ukrainë dhe jo vetëm, edhe në Rusi, duke shfrytzuar, le të themi, zhvillimin e shëndosh të marrëdhënieve midis Kinës dhe Rusisë gjatë këtyre 3 viteve të fundit, dhe më gjatë, ndoshta për të bindur palët, për të ulur në tryezën e bisedimeve. Sigurisht mund ta kenë bërë dhe fuqi të tjera, siç u përpoq, le të themi, edhe Turqia dhe kështu me radhë. Por roli i Kinës, le të themi, është një rol i qëndësishëm në tentativat për të dhënë zgjidhje paqësore. Tek e fundit edhe presidenti Trump këtë gjë ka kërkuar, pavarësisht se pas thirrjes për uljen në bisedime ka bërë edhe një faturë. Këtu duket sikur kemi një le të themi qasje të njëjtë, le të themi, të Kinës dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por le të themi që në respekt me administratën Biden, le të themi, Kina ka qenë pak, le të themi, më përpara, duke i bërë më përpara këto tentativa ose këto lëvizje, le të themi. Për të thënë, pra, duke përmendur edhe faktin që Kina i mshon shumë edhe rolin që ka OKB-ja, dhe ishte ajo, siç e përmenda edhe pak më lart, që mori iniciativën për të krijuar këtë klubin ndërkombëtar të miqve, le të themi, të Ukrainës. Pra, tentativat kanë qenë konkrete. Ndërkohë, për sa i përket, nëse i rikthehemi sërish çështjes
marrëveshjes së Gazës, duke ju referuar edhe politikës ose diplomacisë krejt të shtetit. Pra, Kina gjithmonë synon zgjedhje të drejta, duke u bazuar jo te unilaterizmi, jo tek gjuha le të themi e diktatit, por tek multilaterizmi, duke nënkuptuar se nuk mund të ecet përpara, pra nuk mund ndërtojmë një rend të ri botëror, duke parë vetëm interesat vetjake të disa fuqive ose superfuqive, por përsa i përket qëndrimit në Gazë, le të themi gjuha ka qenë, le të themi shumë e qartë e Ministrit të Punëve të Jashtme, duke shprehur qëndrimin e gjithë qeverisë kineze që se kjo është një shkelje e së drejtës ndërkombëtare, se rivendosja e popullatës bie pak ndesh edhe me konventat e Gjenevës vitin 1949, pra duke tërhequr vëmendjen atyre që mbështesin. Nuk e kanë pranuar një gjë të tillë, kështu që janë të gjithë në unison. Po, madje nëse do të më lejoni, do të përmendja një moment tjetër historik, le të themi një fitore tjetër ndoshta për Kinën politikën e jashtme vitin e kaluar, vitin 2024, kur le të themi presidenti ose lideri kinez arriti të ulte në tryezën e bisedimeve. Liderët e disa fiseve palestineze nuk flitet për ato zona që janë në ndikimin e Hamasit, por ato zona që janë jashtë ndikimit të Hamasit, duke le të themi bërë rolin e ndërmjetësit, duke ofruar shërbimet e mira që këta të nënshkruajnë një marrëveshje paqe në të mirë, le të themi të vendit të tyre që në të ardhmen, madje një qëndrim tjetër i fortë edhe i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kinës, që u përmendë dje gjatë raportit tij, është që e mira më e madhe për gjithë komunitetin ndërkombëtar është krijimi i dy shteteve. Dhe vim tani tek pjesa e rëndësishme e raportit që ishin marrëdhëniet Kinë-Bashkimi Evropian në 50 vjetorin e vendosjes së këtyre marrëdhënieve midis Kinës dhe Unionit, dhe ministri i jashtëm Wang Yi u ndal tek prodhimi i kombinuar ekonomik i Kinës dhe Bashkimit Evropian, që të i kalon 1/3 e totalit botëror, dhe bashkëpunimi Kinë-BE është bërë më i rëndësishëm strategjik dhe me ndikim në botë. Ndonse BE-ja po kalon përballje të rolit të saj global për shkak edhe të deklaratave dhe qëndrimeve të lidershipit amerikan dhe aleancës mes tyre, kreu i diplomacisë kineze është shprehur se Kina ka ende besim tek Bashkimi Evropian që mund të jetë një partner i besueshëm i Kinës. A do të mbizotëroj në gjykimin tuaj në marrëdhëniet Kinë-Bashkimi Evropian fryma e deri tanishme e pragmatizmit, e cila është vënë re në të gjitha takimet dypalëshe, në të gjitha vizitat edhe të zonjës von der Leyen apo edhe të ish-kancelarit Scholz në Kinë, të presidentit Macron, të tjerë, edhe të kryeministres Meloni, pra fryma e pragmatizmit me synim ruajtjen e statusit të partneritetit strategjik? Atëherë, unë jam i mendimit, madje duke u referuar pikës parë një herë dhe raportit Ministrit të Punëve të Jashtme zotit Wang Yi, ai është shpreh le të themi bindjen e plotë se marrëdhëniet pragmatiste, pra të bazuar në interesin e përbashkët të dyja palëve të Kinës dhe nga ana tjetër të Bashkimit Evropian, do të vijojnë të jenë marrëdhënie të shëndosha në planin ekonomik, duke marrë parasysh edhe faktin se Bashkimi Evropian është përpjekur le të themi këto vitet e fundit të gjejë partnerë të tjerë përsa i përket nevojave për mallrat të caktuara, pra të importit, por nga ekspertët e ekonomisë globale cilësohet një mision i pamundur, le të themi, për vendet anëtare të Bashkimit Evropian të gjejnë partnerë të tjerë, të cilët ofrojnë ato kushte ose le të themi ato çmime ose ato facilitete që ofron Kina përsa i përket të gjithë nevojave që ka tregu i gjerë ose i përbashkët i Bashkimit Evropian, flitet për ato nevoja që nuk mund të plotësohen vetë, le të themi, nga ndërmarrjet e brendshme dhe kështu me radhë. Pra marrëdhënia cilësohet, le të themi, si marrëdhënie efikase, madje ju e përmendët me shumë të drejtë faktin që edhe gjatë ndoshta acarimit të marrëdhënieve midis Kinës dhe SBA-ve gjatë administratës Biden, kur u rritën tarifat deri në 10% dhe tani së fundmi presidenti Trump i çoi në 20%. Pra edhe gjatë asaj periudhe ne kemi patur një le të themi qasje, nuk ndoshta s'po përdor termin pozitiv, por qasje le të themi të shëndosh nga ana e liderëve kryesor të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, si Scholz ose Macron ose si kreu i Komisionit Evropian, Bashkimit Evropian, që kanë bërë vizita le të themi zyrtare me liderin kinez dhe me gjithë përfaqësuesit e tjerë të qeverisë kineze, duke marrë me vete edhe përfaqësues të bizneseve kryesore që kanë investime. Çka dëshmon qartë që ky partneritet është i destinuar të vijojë dhe në të ardhmen. Bashkëpunimi ekonomik me Kinën është
jetik për ta. Gjë që ndoshta nuk mund të jetë e njëjtë për Kinën, sepse Kina është aftë të gjejë edhe partnerë të tjerë, siç e ka dëshmuar në temi së fundmi me krijimin e jugut global ose me krijimin edhe të BRICS-it, që është një alternativë G7-s ose e G20-s. Unë të falenderoj Redion për të gjitha opinionet që ne ndam sot. Sigurisht që politika e jashtme ka shumë elemente, edhe në rastin konkret, edhe politika e jashtme e Kinës, të një vendit kaq të madh, ekonomisë së dytë të botës, dhe raporti i ministrit të jashtëm Wang Yi për politikën kineze në 2025 kishte shumë pika të rëndësishme, siç është për shembull çështja e Tajvanit, apo siç është për shembull siç janë marrëdhëniet Kinë-Rusi, apo Kinë dhe vende të tjera të botës, Afrikë, Amerikë Latine, apo veprimtaritë që do të zhvillohen më tej. Megjithatë, gjykoj që ato momente më të rëndësishme ne i trajtuam. Ishte kjo një bisedë, gjykoj, me rëndësi dhe shumë informuese nga ana juaj. Unë ju falenderoj që qëndruat në analizë dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Ju falenderoj dhe unë, ishte kënaqësi të isha në studion tuaj. Të dashur miq, ne këtu do të ndahemi me të ftuarin e sotëm Redion Luli, pedagog i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin Mesdhetar të Tiranës, me të cilin komentuam raportin e politikës e jashtme të Kinës në 2 sesionet që zhvillohen në Pekin, dhe sigurisht edhe konferencën për shtyp të ministrit të jashtëm Wang Yi dhe objektivat e politikës e jashtme kineze në vitin 2025. Ju falenderoj që qëndruat në analizë, miru takofshim.